Veshka ka një rol të jashtëzakonshëm në organizmin tonë, ka një funksion jetik për organizmin tonë. Veshka që në kuptimin e saj mistik ka rolin e ekuilibrit dhe qëndrueshmërisë dhe realisht dhe praktikisht të tillë dhe ka edhe në organizmin tonë. Ajo është një organ çift që në zhvillimin e njerëzimit është realizuar për të siguruar mbijetesën. Dhe si e tillë ajo me vërtet siguron mbijetesën. Ajo ka një rol dhe funksion të jashtëzakonshëm në ruajtjen e presionit të qakut në trupin tonë, në sasinë e lëngjeve që qarkullojnë në trupin tonë, në ruajtjen e ekuilibrave të elektrolitëve, të mineraleve. Ajo ka një funksion kryesor në transformimin e vitaminës D, që është roli kryesor i saj në imunitet, në sistemin e osteoartikular. Ajo luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e eritropoetinës, që është hormoni kryesor që nxit prodhimin e ruazave të gjakut të kuqe. Roli i saj është i jashtëzakonshëm, ajo përmirëson dhe ndikon në mirë funksionimin e gjithë organeve të tjera të organizmit tonë. Doktoresha, në Shqipëri si paraqitet situata? Si në Shqipëri, ashtu dhe në mbar botën, situata dhe problematika që lidhen me shëndetin e veshkave janë në rritje. Kjo i dedikohet shumë faktorëve. Më lejoni t'ju përmend një sër faktorësh që ndikojnë duke filluar nga ndotja ambientale, që është edhe targeti dhe motoja e fushatës së shëndetit të veshkave e iniciuar për vitin 2026, pra mbrojtja e shëndetit të veshkave mbron njëkohësisht dhe planetin, na mbron të gjithëve, por nga ana tjetër lidhja ndërsjellë që ka shëndeti i veshkave me ndotjen globale. Nga ana tjetër, stili i jetesës, trashëgueshmëria luan një rol shumë të rëndësishëm dhe sëmundjet bashkëshoqëruese, përfshi diabeti, hipertensioni. Shifrat janë shifra të larta. Shifra të larta të cilët po rriten dita ditës, 1 ndër 10 pacient dhe qytetar vuajnë nga sëmundja renale kronike. Në Shqipëri. Situata në Shqipëri është në shifra të ngjashme, pra siç u thash. 1 ndër 10 qytetar vuajnë nga sëmundja renale kronike. Është një shifër i lartë, por nga ana tjetër, me sëmundje të veshkave, shifra është akoma më e lartë. 1 ndër 8 qytetar adult preken nga dëmtimi i veshkave. Pra, janë disa shifra të cilat duhen vlerësuar, nuk duhen neglizhuar, duhet punojmë fuqishëm të gjithë aktorët dhe faktorët e sistemit shëndetësor në mënyrë që të parandalojmë këtë dëmtim, të parandalojmë progresin e këtyre sëmundjeve, sepse fataliteti, ulja e cilësisë së jetës, rritja e riskut kardiovaskular janë një realitet pastaj i pashkmangshëm për këto qytetar, për këto pacient në sëmundje në veshka. Doktoresha, dikush si mund ta kuptoj që ka probleme në veshka? Cilat janë disa simptomat e para që shfaqen, por ndoshta dhe i injorojmë? E dashur, është shumë i vështirë të zbulosh një sëmundje veshkash në stadiet fillestare. Sëmundjet e veshkave janë sëmundje të heshtura. Pra, mungesa e dhimbjes, mungesa e shenjave nuk do të thotë që kemi veshka të shëndetshme. Pra, nuk duhet e marrë e mirëqen fakti i mungesës së shenjave të vërtetojë që ne kemi një shëndet të mirë të veshkave. Pra, sëmundja mund të fillojë, mund të ketë iniciuar, mund të kemi problematika shëndetësore në aparatin urinar dhe nuk kemi asnjë shenjë. Pikërisht këtu lind nevoja që ne duhet të kujdesemi çdo ditë për shëndetin e veshkave dhe duhet kontrollohemi. Pra, në mënyrë që ta zbulojmë sa më herët, nëse është, dhe ta trajtojmë siç duhet kur është shfaqur sëmundja e veshkave, në mënyrë që të mos përparojmë. Por në momentin që shenjat fillojnë dhe shfaqen, problematikat e sëmundjeve të veshkave kanë avancuar. Sëmundja është instaluar. Pra dhe pritet që në vitet në vijim ne të kemi një progres, jo një regres të sëmundjes. Kështu që është shumë e rëndësishme momenti. Momenti i zbulimit është çelësi i suksesit dhe i parandalimit të instalimit dhe të progresit të sëmundjes.